telefon, sa ke qenë burg të hongër makarona. Kur ke ndem ti non stop me mua, o Sami, unë të vash një Shqipëri të tërë të kishte ty, një Shqipëri të tërë të njofi nga ana ime. Një Shqipëri të tërë të njofi. Po ta bëj një pyetje atëre, pse na prezantoi Aleksi me qenë se s'm pas ka njohur Shqipëri. Edhe Aleksi mori fam nga unë. Edhe Aleksi. Pse më prezantoi mua Aleksi me ty, me qenë se nuk më pas ka njohur Shqipëria. Sepse qysh ke fut një Shqipëri të tërë me sharre ashtu e mbaj afër nga Aleksi. Përfitoj nga anë Aleksi. Unë përfitoj nga Aleksi? Po, se kishte audiencë, Aleksi nuk dorëzohet, ka hap mbi 200-300 akante prap lufton. Po. Edhe ti e ke qef guximin, ti e ke qef derisa s'u takova me ty me Rasimin s'njofti kush mua. Ore, nuk po flasje për Rasimin. Apo je të fol me fjalë të rushës që e ka bën një video. Jo, unë po flas për veten time. Ti si njeri mua më shkatrove, më erdhe për ndihmë, më erdhe the më vjen gjynar, je djalë i ri, duhet ndihmoj. Kisha tërë ata milion veta, më mbru akaunti nga ana jote. Me doja tipja lekun mbrapsht, ti nuk e pranoj lekun. Pse se fol realitetin, pse Sami nuk o të ndihmu ma? Ore, nuk duhet ndihmën lekun tënd unë vlla. Unë vetëm mos më thuaj mua, kam ndihmuar maman tënde me lek. Qysh ndihmove maman time me lek ti vlla? Mamaja ime ka ngel pa shtëpi. Ë? Se nuk e thu realitetin, pse unë nuk të përkraj ma? Ore, nuk duhet për krajën tënde unë vlla. Unë vetëm duhet ta shikoj njerëzit për çfarë je. Po çka don atë për me? Pas gjë vlla. Vetëm orën, nisë më orën mbrapsht, ka një të gërvishme, na më pak orën e. Ta shikojmë, ti po thuash e vërtet, unë e di qa oj tipi je, vlla, loze me mua, more fam nga unë, edhe më shkatrove, vlla. Më shkatrove, kaq. Bravo. Edhe të fundit fare, mas shkatrimit, ma shajt edhe baban. S'mjale as kos 4 hat babajt në varë. Për çfarë? Për çfarë? Më thuaj për çfarë? Për çfarë? Për çfarë? Audiencë të qasa, Ose po flasim dytë ose fol privat, unë po dal prej live dhe ti vazhdo. Nuk e kam problem, dil prej live, nuk i ham me presionet e tu Hunson. Presion po presion, po kur ta ke shajt Sami babin? Pasi që ke shajt ti një javë ditë rresht apo kur? Jo, nuk shaj, nuk po të shaj fare. Kur ta kom shajtun e babin, ta kom shajt mesi që shajt ti një javë ditë rresht apo kom fillu unë i pari? Janë se ti pari që shajt e baban time humba që të kam shajt 2 ditë rresht. Jo 2 ditë, të kam shajt 16 orë rresht në live. Jo, 8 orë, kam den 8 orë në Bangkok e të kam shajt rresht 8 orë. Më shave baban rë me pas, të kam shajt 8 orë rresht. Edhe merve të live më kërkove falje, aty të kam nis me të shami. Ata bëj një pyetje uç. Kur ke ardhur në Dubai, atë kujtohet? Po më kujtohet, me qase për intriga me Abet Zios Pucin. Se do e ti... Kur ke ardhur... Ti me Alex Vision jeni kapeshit. Alex Vision, se Alex Vision sot këtu. Nëse vjen Alex Vision këtu... Ti me Alex Vision kapeshit, se ti ke lekun, po zgjursin që ka Alex Vision, kapeshit. Dakor, kur ke ardhur... Më prurë aty me acerua Alex Vision. Me acerua Alex Vision, po prap si prap, isha falemtore. Edhe disa zonë karf se i kisha këpust me balë. Edhe nuk ta herë bravo, këtu deshta me të pyet. Atë kujtohet që jam ke thonë kur jena ataku në Dubai para hotelit? Ku e kishim darkën? Atë kujtohet që jam ke thonë? O Sami, dëgjoj një gjë. Unë kur ja kam dalë. Kish pak. Tash flasë do të pas. Unë vetëm të them finalen. Unë po ta them finalen para 6200 veta e mbase milionëra veta do e shikojnë. Unë kur ja kam dalë me ndihmën e Zotit në për izolime, imagjinoj këtu në këtë realitetën në këtë platformë. Edhe ju vend të më ndihmonit, më talleshit me mua. Okej, përfundova. Përfundim jam. Tash ti mendon që jemi tallë, por ndigjo tash, kur ke ardhur atë natë prej aeroport që ka dalë të ka marrë njëri jam, të ka pru të para hotelit ku e kishim darken, ti kum pa si ke qenë vesh edhe ti kum pa këpus me loqë. Atë kujtojt që kam ke thonë kur të kum pyt pse jo kështu? Më ke thonë që je që 2 ditë të flajt në vorre, apo jo? Ore, nese, kur ta fashon të këtë vujtje, ti prap dole më shajtë. Kur ma taj këtë vujtje, ishpak, qikoj me radhë, Guqi, se sharja karë shumë borë. Po Sami, ti kur je ka zemër barf, kur je ka zemër barf. Nesërmen, masi që kemi hangër dark, nesërmen, ku ke shku me Samin? Te shpia jote. Jo, ditën, ku kena shkune të ditën? Ore, kemi ndenë të shpia jote, do ta them unë një gjë. A kemi shku në shopping center? A kemi shku në shopping center, Guqi? Do ta them realitetit. Kam blet eshta $8,000. $2,500.
$8.000 kuçi. Shkresi qesh. $2.500. Po mos i $2.500. Po dëgjoj pak sa. Po edhe $200. A do ta them ve realitetin vëlla? Kur më qaset e shtëpia jote, kam marrë me jo stekun, kam fjet mu te dera jote, kam ndenj shtrit te dera jote, tipo gërhisje, rria jashtë derës tënde si qem vëlla, e aj shumë po i thoya faleminderit Zotit se mendova do ja hidhja hauit. Po ti nuk e di e këtë gjë, mendoja se kur rria fsheras në vomën time, un kam ndenj te dera jote me jo stek mbrapa derës tënde, edhe drasat kanë kërcit kur kam ikur se merr vizor mos do zgjohesh e do më shikoje, se nuk doja të rria larg. Po pse e bëje këtë? Pse? Se isha arrit një jetë tërë në izolime të doja si vlla. Po ti kur dole e ma shajte... Po problemi kisha unë midis Dubai të shpitime, në vlla? Po vlla, po isha mësu me izolime. Po problemi është të që ti mësu me izolime, nuk e mujt me përjetu një gjatë. Dëgjoj, Sam, përdori ironin sa duash me mua, Sam. Unë kur ja dola izolime të ato vite, më ndihmoj Zoti. Me ty që shkun fol tana herë. Mua kur ndihmoj Zoti me të ato vite izolime, a mendoni sikur është në një gjë e madhe kjo, vlla? Pasam, me injorove me orë fauco, me shajte babanër me pas, nana më ka ngell pa shpi, mua po mësë shpërndoj një live-in të arrit 10.000 video me 10.000 persona live of love. Flasim na pet pajtorë. E do ti audiencën, sepse pastaj do provosh me gjush një 2-3 gifte. Po unë e kom audiencën çdo natë kështu o gush. Ti e ki ka 500-600. Pasam, ke investuar $10 milion edhe po kap nga 1.000 veta në live. Unë ditë për ditë po ngrihem po kap nga 2.000 sami. Po ma mirë 1.000 veta të pastër se sa 2.000-10.000 që vinë këtu bojnë komente kote vetëm me të fut në shërë me njerës. Ta share sami, unë po dal po fal namaze, po bëj stërvitje, po tregoj kur bëj kafe, edhe po pres momentin që falesh, që i fal namazin, i fal gjitha këto, falesh shumë herë 5 herë në ditje. Si s'munesh me kuptu intrigat e tipit Arushës dhe njerëz vëlloj Arusha, e di qa, Arusha është qa është. Po pse ju bje njerëzve në qafë koto? A ti si është haram që ju bje njerëzve në qafë koto? E di gjo, Arushën e shajta që e shajta, po një gjë i ka ardhë gjina për mua Arushës. Po dakor, po pse mi ardhë Arushës gjina për ty? Pse mi ardhë çdo njeriu këtu që të njeft mi ardhë gjina për ty? A jeti për gjina, ti nuk je për gjina? Po, dëgjoj pak, shqiptari nuk ja hedh tot shqiptarit sami. Po nuk je për gjina, ti pse mi ardhë njeri gjina? Dëgjoj, mendoj që një Shqipëri e tërë sami, jo një ditë, jo 2 ditë, po rresht. Kur erdha unë tek ti sami, ti kape 1.5 milion klikime brenda 10 orë me njerëz, derisa nuk bën 10.000 shikusun e nuk i dal prej live-it. Bela, me postime mua, Bela, mos përmend njerëz që nuk janë këtu. Lutem, flasim unë e ti. Okej, Bela postoj video me mua. Mos përmend njerëz që dal ke kërku falje 100 herë edhe për çeta që bi përmend. Edhe ki thonë vetë që ka pu. Ose kërko falje, ose mos kërko falje, a kupton? Ki kërku falje edhe mu, ki kërku falje edhe Beles, edhe gjithë njerëz ju kërku falje. Më shkatrua, mos lëviz si të frynera majtës djeltas. Ose kërko falje, ose mos kërko falje, po në burr. Osam, burr do e shikojmë të burrnia vëlla mbase 5 vjet. Inshallah Zoti të mbajt në gjendje vëlla që ta mbash ata që do të qas. Kaq po të them. Unë kur ja dola burgut të sami, Zoti i ndihmoj vëlla. Po ke ti për 5 vjet, për 10 vjet kishte qenë mirë të mendosh për veten, e mos mos ki problem, ma shajt e baba, nuk mi ale kocka të rahat babajt, ke dal para miliona njerëz, more famën time, shqiptarët e mi, e dole ma shajt e baba në varë. Po ti a shajt e Samin apo vi Samit shajt e ty? Ku? Bas ku më shajt e baba në varë? Do shtë vërtet, mos gënje se ekzistojnë këtë regjistrume ja. Erve të live im, Sami. Edhe më the më fal, vlla, isha në gjendje nervoze. Edhe unë fash mirë Sami të qere, fash, të shajta. Aty ja nisa me të shame, kur erve ti që të pruri Klevio, Aleksi, kush qasi. Aty të shajta të fash të qere. Nuk kam shajt unë. Unë e mbajta që... I'm talking to one guy, call it Switch. Sami më shkatrove, bro. You ruined me and I done nothing wrong but give you audience. Okay, good. So let us talk in private as usually we do. Private about what, Sami? You gave me a fake watch. You yes, but we talk a lot in private, watch. You gave me a fake watch. You cost my dead father. You are doing this because your last message sent to me
was when you ask me a lot of helps and I don't answer to your messages. I've been left homeless because of you. I have been getting chased up and down everywhere because of you. Everyone turned against me because they're scared you won't send them £100. Çfarë gabimit bëra unë, vlla? Të vash miliona njerëz, Sami. Miliona. Sa të kom bërë që nëse mi gëllon miliona njerëz? Ore, nuk është për bosh, më shkatrove. Më shkatrove. Pse të shkatrova? Pse të shkatrova une? Une pse të shkatrova? Kur në svarë që ju marrë me ty. Oke, Sami. Të ftoj unë ty tani në shpinë time. Po. Hajde në shpinë time, Sami se më qasi 7500 veta. Dua t'japu një dark ty, Sami, e në vend darkës t'japu një mut të hash. Do të pëlqente ajo gjë? Jo. Pse ma bëre me orën ashtu pastaj, para milion. Guçi, edhe me bakon fake, një dhurat është dhurat. Nëse ti ke mendu që me marrë atë dhurat edhe më boj pasur me një dhurat, nëse e ke problemin aty, kam ora sot dush dhe t'jap kur dush. Por nuk jeti një person, nuk jeti një person që mund të blesh me një orë. Këtë e kom pasur në konsideratën ndaj teje. Por nëse ti po insiston, kur ta ktheva orën mbrap shumë ty, pse ma shajte baban? My dead father, what did he do to you? You don't even know who he was. Qëre sa bukur e the, kur ta ktheva orën ty, ma shajte babajn. Por teri sa se ktheve orën, sa shajtje i bëre nga hoteli me pirun dorë, sa gjane i bane Shiko sa intrigant. Tu ka shajt baba masi që e ki këthy orën. Listen, e disa intrigant je, Sami? Dëgjoj, shu e ke futar Shqipërinë në sharë me njeri tjetër. Jo, vlla, po ti e thas vërtetën vetë. Listen to me. I've been in hotel, kam qenë në hotele. Unë kam qenë në hotele në për Londër, në për Shqipëri. Po një gjë jam habit në Dubai, kur pash pirun në hoteleve, e ngrita pirunin e pash që wow, lem pirun këtu në hotel. E ti po më kërcënoj aj shumë fashi, kam qi nënën, po me erven me pirun do ju sulmoj në vonë. I'm gonna defend me pirun. Come on, no way. No. I have everything. Po provon ta kthesh në mënyrën që kam edhe mesazhet e kusherini ton që është dëshmitar, që thot na nxorri fytyrën e zezë duke të shaj ty mbas gjithë asaj që i bane. Ore, ai kushëriri im, mirë kushëriri im, po dëgjoj pak, unë po është kusherini hytja ai. Tërë ato vujtje 16 vjet ja dola vetë unë e Zoti. Edhe mamaja ime gjithmonë ka punuar halal. Tani u nxora unë fytyrën sepse çka kam bëjë me 16 vjet e tua? Çka kam bëjë me 16 vjet e tua? Kam bërë një diçka. Dale, 16 vjet që ai ime që bëra në burg, të qasi audiencë, me qasi mua milionë shqiptar që ju erdhi gjëna. Dëgjoj pak, se shqiptari mbase të dëgjon një bisedë një herë, e thot shqiptari, ky po mashtron vlla, nuk po ja var me unë këtij se dallohet që është mashtrojës. Po nuk ishte një herë, nuk ishte 2 herë. Mua më kanë dhënë ajo audiencë për 3 deri në 6 muaj. Pela, tamam e ki emrin e profilit Pela. Të kokë krejt Pela vlla. Unë vetëm po e them sa më shkatruat vlla. Më shkatruat. E turp keni. Çfarë probleme ke tash aktualisht? Më morën shpinë e mamas, vlla. Jam bërë nevrike, jam me ankë. A muj me të një mu diçka une? Më ndihmosh ti me qatë, me japësh orë facën, ta është pra. Jo orë facën, po i kum pa mesazhe që mi ki qu frik. Po, vlla, kam frikin, vetëm s'dua të lë mamarë. Jo frik, shumë, some days ago, you send me a message you need my help. How I can help you? Duhet marrë vetëm një depozit i gjej mamas një shtëpi, nuk duhet ma blej njeriu shtëpinë e mamas, duhet depozitin. Nëse është puna të depozitës s'ka problem, tu më një uta në herët, një maj apet. Po më suber me video tjesëve tjerë, o kush? Po që mi njerë, tani më shësit, dëgjojnë qikë, dëgjoj pa. Sarë që ke pas në uja, atë kom një mu. Atë kom po një unë herë? Edhe, hold on. Po, a nuk ta kam Tell me just one time when I say to you no. Just one time. Well, have I not tried to return it all back always? Come on, bro. You send me a lot of messages. During when you stay in the prison, you call me every day. We talk 1 hour, 2 hours, 30 minutes. You send me message, I answer to you. You ask me my support, I support you. What is wrong here? Tell me what is wrong. What I do wrong? What you mean what's wrong, bro?
Come on, bro. I Tell gave you me the millions. truth. What I do wrong to you? Listen, man, don't raise your voice at me like that, son. What I do wrong to you? I cannot understand what I do wrong to you. Sammy, don't raise your voice at me. Okay. Don't. I don't do nothing wrong to you. I just support you. Yeah, I didn't do nothing wrong to you either. Now you need more support. I will support you, but don't go around. Tell me, Sammy, I need your support as before and halas. You lot destroyed me. You lot destroyed Come on, me. bro. Come on. I never destroyed you. And if you think that telling me like What this you mean? that I destroyed you and I support you, Sammy, you are doing something. I gave you the whole Albanian nation. Millions of Albanians started to recognize you because of me. Not to me, bro. Not to You me. gave me a fake watch, Not and to then me, everyone bro. started saying, "Oh, look, he's It was a gay." gift. It was a gift. Fake or not fake, it was a gift Oh, from my why- side. Why do me like that when I brought you original things? Come on, bro. And then what did my dad do to you? My dad was in his grave, inshallah, accepted in Jannah, and you go and cuss my dead father in front of millions of people. You don't even know my dad. No way, Gucci. What do you mean no way? Now Gucci, you fucking Gucci. give me for. Gucci, we stay 1 week together in London. You know this. Sammy, we stayed 1 week together in London with what little money I had. I took you sexy fish, not just you. 15 hungry Italians. They was eating like pigs. And I paid that bill 2,000 something And pounds. all the people respect you and thank you for that. Kur vajtëm te sexy fish mu te restoranti më i mirë në qendër të Londrës. Kush e pagoi faturën jo vetëm për ty, po 7 derra tjerë që mbaja nga mbrapa. 2.000 pound pagese pagova unë. Ti paguajshe. Po mos më bë mua sikur jam tipun që please lutem Sami. Unë gjithmonë kur jep. Unë isha të thënë se kur ishim Londër bashkë, ishim shumë mirë. Sam, kur më jep, unë gjithmonë provoj ta kthej. E gjithmonë ta kam qas. Mbase nuk është 100% Sam dhe, po provoj ti marr hapa të qasem ti 100% që ajote. E gjithmonë e kam pat këtë sepse ja kam dal vetëm në burg si ka pa zoti. Anyway, Gucci, if you need some support, tell me in private and halas, don't... Ka lënë mama, më ka ngel mama e pa shtëpi, valla. Më ka ngel mama e pa shtëpi. Nuk dua njëri t'ja blej shtëpinë, po mbase ndonjë GoFund ndonjë gjë vetëm me marr depozit me marr një shtëpi. Do ta rregullojmë këtë punë. Para se t'ikim burgin. Do ta rregullojmë këtë punë, don't worry. That's it. Edhe një varse më shkoj me orën që të shkruaj Gucci, pa diamantin e. Okay. Se orën. I will do. For you, I will do. A që një varse Gucci me florid bar, that's it. Nuk dua diamant, më shkoj me orën. Okay. Promise. Ose gjethe, actually. G-3-T-H-3. Gjethe. Okay. Send me in private what you need and I will do. You have my number, bro. Just call me e vetëm të flasim. I just want to talk to you. That's it. And I'm stressed out. I want to stay with you 2-3 days somewhere. Duhet rri me ty 2-3 ditë, bro. You can call me in this number. I'm sending you the call now. Okay. Ta fik live-in unë tani? No. If you want, you can stay now. You have 7.5K. I don't care about. I build the audience every day. I'm doing training, positivity. I'm slowly getting back. My main account with $10,000 is stuck because I sent you 20 lions. Inshallah, one day you will be funny guy. Don't worry. What do you mean, funny guy, bro? Son, I've got patience. Son. You must listen. You must be little bit more responsible and solve the family problem. And after that, you will be funny guy. You can see when you don't have the problem, you will be funny guy. I know this. When you have some problems and you don't have support from the people, because a lot of people maybe promise you and never support you. Never. And I am sure for that. Otherwise, you will not come back to me. Solve your problem. I will support you. And be funny guy with the people. Be a funny guy with the people. You don't need to do nothing but be funny. Respect them. Alas, nothing else. Believe me. I am the same like before. Nothing changed in Sami.
njerëz marrët ju vi që kur e shif një njerin që është me brengat veta, si çdo njeri ndodh që është me brengat veta, shkoni edhe i shkruni çka është një e keqe. Po pse ti s'mund bëj një video me nxirre me thënë, njerëz, është djali miu mos e sulmoni. Kush unë kom marrë disa herë të live fytë dhe kom thonë një gjatë tillë. Në gjë një TikTok e më shanë ditën tjetër. Po paske, Sami njerë ka gabut, ka shajt, ka kërku falje, Sami vetëm shka të ka ndihmu, Sami s'ka shajt kur, as t'ka ullë kur. Po as unë s'ka ullë. Nëse është Sami një njeri që t'ka nejt afer, në momentet shtira, se t'ka nevojt me të shqo Guqi, kur ti e mirë, kur ti e i qetë, kur ti nuk je i mbyllur në burg, s'ka nevoj kërkush me të nejt afer si ti e zoti vetit. Në momentet kur ti ki nevoj si çdo njeri, kur ka nevoj për dikon thjesht 5 minuta me folë në telefon, aty shifet për kraja e dikujt. Unë kur s'ta kom refuzu telefonatin, kur s'ka ndodhë që më kishkru mesaz të kom përgjigj. Sepse, pa mërë parasysh që ka ndodhë mes neve, ti ke qenë në biroc i mbyllon. E unë s'kom qenë me pa kur konin në biroc i mbyllon. Por mua po provojmë të çojmë biruc. Po para se të çojmë biruc, pak të mos ta lëm mama rrugës, kaq duam. Mos u mërzit për atë punë, por ta kesh parasysh që njerëzit mos u merr me komente që ka shkruaj këtu, po rri me ata njerëz, komunikon me ata njerëz që kur të kesh nevojë, e përsërish kur të kesh nevojë, jo kur nuk ke nevojë. Kur të kesh nevojë, ki mundësimi atë ki dikujt derën. Mi thon, fal, vish 5 minuta flas me ty se jam i mbyllur ose jam në vend që po du me dal meç për pa fol me njëri gjallë. Kur gjujtëm me arma herën e parë. Sami e ka po me orë tëra me ty nëse të kujtojë. Dikon të omër makarona ta kam nis me zët, kam thënë Sami, e ve di qa ka ndodhë, kam si vlla, faleminderit që provove ndihmoj. A e kum qua avokatin? Edhe shiko qa po ndodhë me mua edhe më sulmojnë edhe më fusin në burg. E tani më del mua këtu e po më fua, you be funny guy, pse e vlla? Po duhesh, pa marrë parasysh se rrethanave si çka të ndodhin në Guq, duhesh me kon i mirë. Sepse me kesh unë i mirë isha, po një njeri që u shkatrua kaq shumë si unë, çfarë faj pata unë vlla? Guq, ti je besimtar, edhe ti beson që sprovat e Zotit i kalojmë gjithë. Vajte me llogari, Sami, hap mas hapi, me më shkatrua mua, vlla. Në vend se më mbrojnë. Unë me të shkatru ty? A të ka ndihmu dikush më shumë se unë? Më ka ndihmuar shumë njerëz, vlla, po ti në vendimin, edhe unë ta kam kthyer mbrapsht ndihmën, vlla. Po dëgjoj që atë ka nejt kush afër më shumë se unë. Por flasim realitetin e Sami, unë te ty mund të jem një 6.000 euro borxh. Mos më kiti mu bërë që gush, po të thëmë kur ke pas nevojë. Jo se dëgjoj pak, se njerëzit po bëjnë. Njerëzit, jo, po qysh i hap ti bisedat e qysh del ti thua, unë kam ndihmuar kush rinte tu, kush o tënd, kam nis lek për mamin tënd, lek për motrën. Okej, kam nis lek për ty. Po Sami, unë t'i ktheva mbrap shumicat e lekëve, vlla. Fati ju jo që unë nuk jo moderator këtu, se unë Sami, në vend të mbliveshit të tërë bashket në ndimonit, mu largohet të tërë. Sami s'tu ka largohet asë njerë vetëm. Të tërë, o vla, në vend të vinit të gjithë këshu e të qasit në ndimonit, nikë të tërë e më largohet e u distansuat, vla. Sami asë njerë s'tu ka largohet. Morët një audiens të tërë. Sami, pa marë parasysh gjitha rrethana asë njerë s'tu ka largohet. Sa pat audiencën që ra audienca, u largohet të gjithë ikët. Sa mra audienca, ikët të gjithë. Guqë shëve ki shumë njerëz këtu që të shkruajnë mesazhe negative, provo shkruajnë privat njënit për tyne, a mundet me ardhë me bisedu me ty 5 minuta, mos i lyp lek. Veç tu i 5 minuta kam dëshirë me bisedu me ju. Unë jam duke biseduar atë 5 minuta me ty, vlla. Kam mbajt gjithashtu gjithë ata brenda. Unë po flas atë që po e shikojnë tërë. Unë te komenti nuk po rri fare te negativiteti. Unë po të flas ty si vllau që më qase, të doja si vllau, po të flas ty direkt drejt për drejt para gjithë ta njerëzve.
Unë vetëm kaq që s'më po m'pëlqen. Më ra fama, u largua të gjithë. Më sulmuan të tërë, në vend se të nqasit në dimonit, më larguat. Çfarë do bie ke nga fama e TikTokit? Çfarë, po unë mos kisha famën e TikTokut të Sami, asnjëri nga juve s'do ishte qas, po. Unë një video që postoja, një foto që postoja me ty, miliona njerëz. Ku i duhet fama e TikTokit? Kujt i duhet fama e TikTokit? O Gjimin, në çfarë kuptimi, kujt i duhet? Çka ka njeri prej famës TikTokit? Çka arrin njeri prej famës TikTokit? Çfarë arrin njeriu prej famës TikTokut? Po. Po nuk po shikon ti çfarë po bën ditë për ditë, po provojnë vrasin për këtë famë që u bë. Kush me fjalë TikTokit sa njerëz të vra, sa njerëz të largohet. Po njerëzit po han një shpu, dalin aty të lutem se më rrafi me plama njeri, hapin GoFund, Sami, më kanë gjuajt dy herë me arma. Pse të gjujte? Ore, u shkatrova vllajeve, humba kontroll, fillova, kur më sulmuan të tërë, fash e di qa më mirë. Këtë dojnë këta persona këtu negativ që i ki. U shkatrova vllajeve, fash më mirë të futem izolim, t'i largoj tërë njerëzit, pakten e di çili kam. Edhe e mora të hapa, vlla, ashtu më va Zoti i drejtim, ashtu e mora. Respektin e njerëzve, vlla. Ajo është fama që më jep mua. Fama është respekti njerëzve. Si më erdhën 50.000 veta, 1 milion veta brenda një ore, ishte respekti njerëzve. Edhe prap nuk kam hap GoFund o njerëz, me gjujtë me pluma, më vranë, të lutem GoFund. Guçi, na kishim 7.500 persona. Ore, ne kemi pat 50.000 persona se u gjinde në dhimbjen time, vlla. Kemi pat 50.000. U vimsen nga dhimbjet e mia. Guçi, mu pa gjinë dhimbjen tone këta 7.500 persona, vetëm nga like do t'i kesh pas 2 milion like. I ki vetëm 420. Kemi pat momente. Se nuk bëj njerëzit like me që janë këtu sepse sa njerëz po rrin, po dëgjojnë bisedën, po dëgjoj pak e Sami. Kemi pat raste kur kam pat 22 milion likes. Sepse njerëzit u vimsen nga dhimbjet, nga muhabetet, nga historitë që po tregoja. Kur ke pas atë shumë like, kanë qenë ato momente kur kishe probleme, edhe atë kuptoj, sepse njerëzit vishin aty edhe treshin të live-i. Por s'të me thonë që ti duesh me pas probleme, si që ke pas problemin kur gjyre. O njerëz, 6.800 veta. Ore, Sam, edhe një gjë tjetër, unë nuk hyra në këtë platformë se, do bëj lek, unë do bëj këta. Unë hyra në këtë platformë se kisha mërzitje, vëlla. Më ndihmoi shumë ky platformë sepse unë mos kisha këtë platformë, unë nuk do flisja. Unë isha tip që vetëm rria izoluar mendoja. Ky platformë më ndihmoi të shpreh, të nxjerr fjalor, të nxjerr fjalë, të komunikoj. Prandaj hyra në këtë platformë nga mërzitja unë. Momentet kur ti u futsh live dhe i folsh rinis për vuajtjet e tuaja, edhe mësoj shirinin që mos bëjnë gabimet që kanë bë gabime shumë njerëz janë përbulqe, aty e ke pas audiencën më të madhen edhe më shumë ti të kanë dëgju. Kur ki fillu me me shajt, njerëzit e ke largu ti se kam qenë në izolime. Po edhe kur më vërsulni mua që më vini ditë për ditë, oj Alexi më foshte mua, jo Helbenj. Se vazhdo t'i përseri, me jo mbajt t'i gjerata, me vujtjet e tua rini. Dije, u futa live unë vetëm duke bërë stërvitje, vajta 2.000 veta. Po provoj t'i futem asaj rutine që kisha në vetmin time, e këta njerëz që janë bërë si vlezër e si motra për mua, unë po u tregoj qyshe kaloja unë, sepse një gjë ka fuhet kuptoja vlla, veprat po flasin më shumë. Po dakor, po shifet tash ndryshimin. Deri sa ke bo ushtrime ke pas 2.000 vetë. Deri sa ishe të fol keq për Samin kishe 800 para që më futone. Shef që është diçka që unë vetëm po bëja tag e Sam se kam marrë shumë herë, kam provuar të flas me ty shumë herë. E fash e di çfarë vëlla? Ti përdor këta vëllezër e motra paktën të tërheqin tyje që të vish tek unë të flasim. Vajtat e Fatmiri me revizor, vajtat e Fatmiri i fasha Fatmir, më ndihmon pak vëlla se ty të respekton ai ta dëgjon vëmendjen. Nuk premtoj do të fa, po inshallah, me drejtën qysh është zemër barë, si është ai fa, inshallah.
Kaq. Po njerëzit u qasën sepse ishte respekti, ajo është audienca. Audienca është respekti. Mirë që rreqet, komunikojmë privat, dëgjohemi. Respekt, e kalo mirë, e mos i merë gjitha gjana që të shkujnë njëzit ofër zemrës. Nuk i marrë ofër zemrës, më vetëm u shkatrova, po prapë si prapë unë po provoja, po heci parë. Njerëzit u vimsen nga vojtjet, u qastera ajo Shqipëri nga vojtjet. Fatmiri, edhe një gjatë tjetër, Fatmiri nuk është ndarë nga unë farë, e Zoti është për blef. E thani realitet vlla, Fatmiri vinte. E di ndonjëherë më kapte Fatmiri në momente që isha i mërzitur, e thoshte hajde losim për një Galaxy. Pastaj edhe më fitonte Galaxy e niste mbrapsh. Vetëm nuk më ndahesh Fatmiri, rrinte afër me se e kuptonte mërzitjen, e Zoti është për blef Fatmirit vlla. Zoti tash për blef Fatmir, nuk e di a je këtu ose je vlla. Zoti tash për blef Fatmir. Faleminderit. S'mje ndarë Fatmir. Ta them realitetin nuk mje ndarë vlla. Guq, me rëndësi është, si që të këmë thonë të në herët edhe në privat, të rish i qetë edhe të mendosh për vetë edhe për familje. Pastaj, Sa po provoj ditë për ditë në të gjatë. nëse del kohë, mendo për budallaqe TikTokit, po vetëm nëse del kohë. Prioritetin ti e ki me mendu për Guqin edhe për nanën. Prioritetet tjera ti nuk i njetën tëne, shoku. Ti merë me prioritetet e tua, pastaj, sa njeri është këtu, që lyp sha, që lyp kërsnu, që lyp çdo gja, ato në kohën e lirë, nëse del bën gallata me ta, qaj e trapin me ta, u këton. Por prioritetet e tua mos i harro. Se apet Guqi do mirët me Guqin, e Guqi do mirët me familjen e vetë. Nuk vi njerëzit për jashtë du marrë me Guqin e me familjen e vetë. Ti mos i harro prioritetet e tua. Ti i ki 2 prioritete, deri sa të kesh natën në qasë. Merë me prioritetet e tua, pastaj kohën e lirë, merë me budallaqe të këtyne pishpirikave e quna e këtu që vinë shkujnë gjona koti. Po Sam, unë fund ditës më sulmuan me gjuetë me arma, qas provon më vrisnin. Nuk e kam problem, tani më nisën ma bën edhe me intrigën në të keqe, më nisën njëri me më vra, në vetë mbrojtje una, po më akuzon ai tani po më denonson. Unë burg po luftoj burg prap, unë 7 deri në 10 vjet e kam. Unë vetëm nuk po më vjen një gjë, valla. Vetëm nuk dua njëri të më blej shtëpi që të thoj o Guqi do të blejmë në shtëpi. Nuk dua as GoFund as gjë valla, më gjyete me arma nuk bëra GoFund, nuk qava njerë valla. Vetëm nuk dua ta lë maman rrugëve valla. Kaq, si një, si qa jeni, vetëm pak të mirë një depozit sa të marrë 2-3 vit burë. Atë që jëmë të thonë, dhe më thonë prioritetet tua që ti të në herën vit pa. Unë ja dola, unë izolimit ja dola 16 vjet, vlla. Më ndihmoj Zoti do ja dal prap. Po vetëm një hak që më ka lënë Allahu, vlla, vetëm dua mos ta kem maman rrugë. Kaq. Një nan që kam bet vetëm. Kaq. Nëse këto gjana i flasim privat se s'ka rëndësi mi vol këtu. Kaq, vlla, më bet bukur. Ma bet bukur, më niset njerëz me vra, në vetë mbrojtje më niset njerëz që gjasme ja hapa kafkën e kokës, po e luftoj çështjen e burgut, nuk ka ndonjë gjë. Mbas e bie në burg, mbas e më shpëton Zoti. Nuk ka ndonjë gjë, është jetë. Është dynjas, prova është. Po, nuk më erdhi mirë vëlla, tëra i respekte, pastaj të shkatrojmë kështu. Kur nuk dia të bëja një djallëzim. Unë edhe kur në flisje sa mi hutohesha ndonjëherë se nuk e besoja vëlla. Nuk e besoja rë. Nuk e besoja. Për Allahun Sami, dhe di që më ke ndjera të ditë kam marrë kam fjetë e dera jote me jo step, vëlla. Mbrapa derës tënde. O, Guq, unë s'kom dëgju, sepse unë nuk u shkoj me fjetën ja fut gjumit se s'kom problem me njeri gjanë botë edhe flej. Unë nuk ke problem, po unë nuk e dija ku isha, vëlla. Nuk e dija ku isha, nuk e dija qa pëndofte, vëlla. Ishi 50.000 veta, 22 milion like-sa. Po heste, na, përmen e like ati vajtit e 1 milion. Po njës, qoni pak 1 milion para se ti kisami, vëlla. Tregojmë pak të njemi original. Bone një like se ju kritikova, nëse jeni këtu 6.000 vetë, për 5 minuta duhen e me që 1 milion like. Ose vetëm jeni ardhë mutal me Guqin. Të ju pëlqen me pa Guqin pozit keqe.
Ja u qënë zotë dhe juve çdo një anit me pas probleme tilla dhe halle tilla. Gucci atë pozita, kushën, faleminderit moderator, faleminderit që po i pastron këta që po shkruajnë. Pastroj këta negativa të vëlla. Ju që ka jeni pozitiva, futja një qash të apshen, vetëm like, sen nuk hargjani edhe... Hajde me 170.000 likes njës. Hesni gjithë bashkë, like and share, gjithë me like and share, please. E Fatmir Recica, nuk e di aje këtu vlla, po zoti ta shpërblef, faleminderit që s'më ndarë. Allahu ta shpërblef, Fatmir. Dhe sinqerisht me të thanë Fatmiri, mori telefon, tha, të lutem, tha, shko pak rri me Gucin, tha se ish pak i shqetësuar dhe erdha për atë syje, se isha të e boni pun krejt tjetër o Guci. O James Bond, bravo të sholla, vetëm like e njerës, hajde të qëjmë 1 milion like James Bond, falë si kam ishtë gjithë njerëzit në follow se. Respektin duheni mja ba, pa marrë parasysh situatave të ndryshme, respekti duhet ba njeriut. Jemi shqiptar me zvetë. Vajtëm 1 milion likes, faleminderit njerëz. Hajde njerëz, edhe pak, edhe 90k, 1 milion. Audienca është e vërtet, Sami, nuk kam pat audiencë falso unë vëlla. Po normal nuk tha kur kush që ke pas audiencë falso, këtu kem shumë shok që për shembull James Bond, David Semra të çu, ka shumë njerëz këtu që janë pozitiva, boni do moderator të mirë, ti heke negativ. Kam moderator, kam Kushon, kam Kryesor, kam 007, kam BBB, KJ Sisters, kam shumë moderator të mirë, vëlla, që po më ndihmojnë me hecë. Bravo njerëz, 1 milion like, bravo. Shifni për 5 minuta, 600.000 like e bonet. Ervi Fatmiri, faleminderit Fatmir. Allah ta shpërblef që si ndarë nga unë. Njerëz blokone këtë qunin që gjuna kolorët e Gucci i rutëm. Ku shopi moderatorët. Pa gjë, bëjnë qatë duan, blo. Realiteti është realitet. Faleminderit Erziz. Sami, thank you for Hajde coming. njësë edhe 400.000 like e mujnë për 5 minuta e bo, hajde. Hajde njës, like. Edhe 300 kë tregoni pozitivitet. Në raste tilla, dikuja me i fjalë të mirë, ja jap një përkrajën. S'ka nevojë njeri çdo herë me bo përkraje veç me lek. Me një koment mirë, me një like, me një asi, është një njëjtë përkraje sikur më dhon lek dikujna. Hajde njerëz edhe 100k, shkum 1 milion e gjysë. Bravo
njerëz, 1,5 milion. Kjo është dëshmi që e keni respekt ndaj tina. E shut 1,5 milion për 10 minuta. Respekt gjithë. I ka vlla. Dëgjojmë privat. Trujt zoti. Faleminderit. Tani njerëz, më bëni një gjë, lutem. Kemi Fatmirin këtu? A është Fatmiri këtu njerëz? Sjarum vlla, as nuk duhet shaheshim asgjë. Nuk jam djali i keq unë. Luj. Por nëz loj ja, po mësoj të bëj kafe. Nuk shahet o mazja, as njëri nuk shahet. Faleminderit njerëz. Vemi për 2 milion likes. Fatmir, faleminderit njerëz. Kur e shikoni Fatmirin live, i funi faleminderit që më përkrahës me like.